pritshme me ndodhë. Çka është e pritshme për të ndodhur pikërisht për formimin e qeverisë së re pa ju? Këtë e thash. E qartë, vetëvendosje me nismen social-demokrate. Pse? Po sepse është interes i dyantshëm i tyne, domethënë kish me qenë budallak i të dyve nëse nuk e shfrytëzojnë këtë rast. Domethënë edhe kish me qenë budallak i Albin Kurti nëse si afron këto fatmilimajt me bo koalicion, edhe budallak i fatmilimajt nëse nuk pranon, domethënë me hin koalicion, sepse kjo është interes i dyanshëm për me Albin Kurtit me formu qeverinë edhe për me përpjek me punu ma marë se që ka punu deri me tani, edhe fatmilimet që me dëshmu vetën, domethënë duke qenë se i ka fitu domethënë me 3 deputet, është vetëm mundësi domethënë me bo diçka, se kur je numrat i arrin. Nuk i arrin. Nuk i arrin numrat. Se jo. Kurse për shembull nuk është interesi i LDK-s me bo koalicion me vetëvendosjen, edhe pse është interesi i vetëvendosjes me bo me LDK-n. Nuk është interesi i PDK-s me pas një koalicion me vetëvendosjen, po s'është interesi i vetëvendosjes me pas me PDK-n. Edhe tash unë s'jam në kokën e Albin Kurtit, se nështë mundet me mendu që ndryshe nga kjo që, po nga pikëshikimi im, dhe më thonë, këto nuk do duhet kishte, dhe më thonë, për shkakun se për me pas, kur bët një koalicion, duhet me qenë interesi dyanshëm. Në këtë rast, edhe me PDK-n edhe me LDK nuk është interesi dyanshëm. Në rastin e PDK-s tash nuk ishte interesi i vetëvendosjes, me rastin e LDK-s nuk është interesi i LDK-s, edhe prandaj nuk është e pritshme, por nashta aty në mundet mju... Në kënd po kalkulon me listën